Le të themi disa mendime rreth pjesës së Ungjillit të Apostullit, por dhe të këtyre dy shenjtorëve anargjend që kisha jonë na sjell në vëmendje. Në pjesën e Ungjillit të sotëm, Zoti ynë mblodhi të 12 nxënësit e tij dhe u jep atyre pushtet që të shëronin çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Dhe pasi i porositi ata që mos të hyjnë dhe mos të shkojnë në rrugën e kombeve, por të shkojnë në për shtëpitë e deleve të humbura të Izraelit. Zoti pasi u dha këtë pushtet dhe pasi u jep këtë porosi, u thot atyre: shëroni çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Dhe kujt ja mbani janë mbajtur dhe kujt ja zgjidhni janë zgjidhur. Por këtë gjë do ta bëni falas, sepse dhe unë falas ju a dhash, dhe ju falas e morët, dhe falas do ta jepni këtë tek të tjerët. Apostujt janë nxënësit e parë, më pas kemi nxënësit e apostujve, më pas kemi etrit apostolik, dhe kështu në vazhdim kemi kishën deri sot nëpërmjet episkopëve, që janë pasardhësit e apostujve. Dhe kjo gjë, episkopi kur dorëzon një prift, i jep në duart e tij qingjin, krishtin, pushtetin, dhe i thot atij: ruaj këtë testament, ruaj këtë deri në ardhjen e fundit të Krishtit, dhe për këtë gjë do të japësh llogari. Hir të madh i jep çdo të krishteri Krishti, jo vetëm priftërisë së tij që e veçon nga populli dhe e thërret atë për t'i shërbyer popullit, por të gjithë na ka thirrur nëpërmjet pagëzimit të shenjtë, nëpërmjet krizmës hyjnore, nëpërmjet mistereve të tij, që pasi të marrim dhuratat prej tij, t'i shërbejmë atij në mënyrë të përkushtuar dhe në mënyrë falas, si dhurat, sepse dhe hiri që qëndron tek neve, nuk dham diçka në këmbim të asaj që morëm. Çfarë tha Krishti kur u pagëzuam? Çfarë tha Krishti kur na dorëzoi nëpërmjet episkopëve? Çfarë thot Krishti për neve? Dhe çfarë thot Shën Jeronimi natën e Krishtlindjes kur pa Krishtin si foshnjë dhe i thot: më jep, thot, mëkatet e tua ti marr. Këto do Krishti nga neve, dobësit tona, mëkatet tona. Çfarë kërkon ati prej birit? Ndjes, mëkatova o atë përpara teje dhe përpara njerëzve, dhe nuk jam i vyer të ngres sytë në qiell. Kështu dhe këta dy shenjtorë të mëdhenj, Kozma edhe Damian, janë të shumtë anargjendët. Janë 3 çifte, Kozma dhe Damian. Festojmë sot në një korikut, festojmë në 17 të tetorit, festojmë edhe në datën 1 të nëndorit. Por janë dhe disa të tjerë, janë Trifoni, Johani, janë 20 në numër, janë disa grupe anargjendësh. Këta anargjend, pasi dëgjuan Ungjillin, pasi morën mesazhin hyjnor që ndodhet brenda tij, vepruan në dhuratën që i kishte dhënë Zoti. Ishin mjek në profesion dhe u bën edhe mjek në hirin e Perëndis. Ishin shërues në profesion, u bën dhe shërues nëpërmjet hirit të Perëndis. Por të shikojmë në jetën e tyre, ata ishin mjek, ishin nga Roma, jetuan 3 shekujt, në shekullin e 3, në shekujt e parë, kur krishtërimi akoma përndikjej, kur perandorët ishin akoma pagan, dhe perandoria ishte mbushur me pagan. Mësuesi i tyre, që i kishte mësuar në shkencën e mjekësisë,
i thirrri një ditë për të shkuar për të mbledhur bim të cilat këta i kthenin në ilaçe, por nga xhelozia, nga smira, nga urrejtja, nga që brenda tij nuk kishte besë hyjnore, nuk kishte dashuri, shkoi dhe i vrau këta dy vëllezër. Dhe thot, hapi një varr, por varri këtyre shenjtorëve u kthye më pas burim shërimesh. Por pse i vrau? Sepse i mori lavdin, sepse i mori parësin të dy shenjtorë, sepse u bë nxënësi më i madh se mësuesi. Po kush është çelësi që na ngre më të mëdhenj? Përullësia dhe dashuria. Dëgjuam në letrën e parë të Korinthianëve, në kapitullin 12 dhe të 13, himnin e dashurisë. Sa bukur e thot Apostulli Pavli, i renditë hierarkit me radhë. Në fillim janë apostujt, mësuesit, predikuesit, shëruesit, ata që flasin gjuhë të huaja, ata që do japin dëshmi. Të gjitha këto thot janë cilësi hyjnore, por nëse këto nuk vishen, nëse këto nuk jetojnë brenda dashurisë hyjnore, janë të gjitha kot. Akoma në thes trupin tim, thot Apostulli Pavli, e jap si flijim, e jap si këmbim, të digjet dhe përsëri nëse nuk kam dashuri, kjo është e kot. A i thot dhe shumë gjëra të tjera, nëse e shpëndaj tër pasorin time, sa e vështirë është të shpëndaj njeriu pasorin, por ai kalon akoma edhe në vetë mohim. Thot nëse jap trupin tim dhe nëse nuk kam dashuri, të gjitha këto gjëra janë kot. Le të reflektojmë, miqtë e mi, tek ato që thamë sot. Zoti thiri apostujt dhe i tha atyre pushtet. Kështu na thret edhe neve në kishën e tij dhe na jep të drejtën, na jep privilegjin të quhemi bij të Perëndis dhe ta thrasim atë aty që je në qiej. Na bën dëshmitar të ungjillit të tij dhe na mbush secilin prej nesh në masën e vet me dhurata hyjnore. Dhe këto dhurata hyjnore që kemi si cilësi, jo të meritës tonë, por të hirit të Perëndis, le t'i përdorim ato me përullësi, me besë dhe me dashuri. Janë tre elementë shumë të mëdha. Nëse nuk kemi besimin, nëse nuk kemi përullësin në gjërat që bëjmë, dhe nëse nuk këto i shenjtërojmë nëpërmjet dashurisë, e gjithë vepra jonë është e kot. Është e nxitur nga krenaria jonë boshe, është e nxitur nga dukja e jashtme, por nuk është e nxitur nga hiri hyjnor. Dhe në Zoti që dhe neve të bëhemi dëgjues të mirë të ungjillit dhe imitues të denj të shenjtorëve. Amin.